Misteri i ri në trekëndshën e Bermudës, shkencëtarët zbulojnë një anomali që nuk ngjan me asgjë në tokë. Kur dëgjohet emri Bermuda, mendja shkon zakonisht tek i famshmi trekëndshi i Bermudës dhe historitë pra një avion të zhdukur në mënyrë misterioze. Në këtë rast, shkenca ka dhënë kryesisht përgjigje duke i atribuar shumicën e incidenteve fenomenve ekstrem atmosferik dhe gabimeve njerëzore. Këtë herë, megjithatë, vëmendja e shkencëtarëve nuk është përqendruar tek ajo që ndodh mbi Bermuda, por tek ajo që fshihet thellë poshtë tyre. Një grup studiuesish ka zbuluar në arkipelagun e Atlantikut Veriut një anomali gjeologjike që nuk është vërejtur askund tjetër në planet. Sipas studimit, në nënkoren oqeanike të zonës Bermudës ndodhet një shtresë shkëmbore me trashësi rreth 20 kilometra. Ky element është i pazakontë, pasi normalisht në nënkoren oqeanike ndodhet drejt për drejt manteli i tokës. Gjeologu William Faser dhe duke folur për Life Science shpjegoi se ky zbulim konsiderohet unik. Zakonisht pritet që manteli të gjendet menjëherë në nënkoren oqeanike. Në rastin e Bermudës, megjithatë, ekziston një shtresë që është vendosur në nënkoren brenda pllakës tektonike mbi të cilën ndodhet ishulli Thai. Origjina e kësaj shtrese jashtëzakonisht të trashë shkëmbore mbetet ende e panjohur. Shkencëtarët mendojnë gjithashtu se ajo mund të lidhet me mënyrën se si janë formuar vetë Bermudat dhe me procesin që i kanë nxjerrë ato mbi sipërfaqen e detit. Arkipelagu ndodhet mbi një ngritje oqeanike, por aktiviteti vulkanik që mund ta ketë krijuar këtë mbetet enigmatik. Shpërthimi i fundit i njohur vulkanik në këtë zonë daton rreth 31 milion vite më parë. Një nga shkencëtarët që po shqyrtojnë është se Një nga skenarët që po shqyrtohen është se ky shpërthim ka ngritur ndjeshëm fundin e oqeanit dhe se anomalia gjeologjike e zbuluar sot është gjurmë e këtij procesi. Siç thekson Faser, studimi i rasteve gjeologjike ekstreme ka rëndësi më të gjerë shkencore. Duke kuptuar një vend kaq të veçantë si Bermudat, mund të kuptojmë më mirë edhe zonat që mund të shfaqin veçori kaq të theksuara. Kjo na ndihmon të dallojmë të cilat procese të tokës janë më të zakonshme dhe cilat janë vërtet ekstreme, shpjegoi ai. Studiuesit theksojnë se thellësitë e oqeaneve vazhdojnë të fshehin sekrete të rëndësishme. Së fundmi, një tjetër ekip shkencor zbuloi ekzistencën e një kontinenti të humbur, Zelandia ose Teriua Maui, me moshë mbi 1 miliard vjet, pjesa më e madhe së cilës ndodhet nën ujë. Tashmë Bermudat i shtohen listës së zonave që tregojnë se sa shumë ka ende për të zbuluar planeti ynë nën sipërfaqen e tij.